Sot shumë njerëz kalojnë gjithë jetën e tyre pa dëgjuar asnjëherë të vetme për një mundësi të re. Ne ta mendosh thua si ka mundësi, por është e vërtetë, 80% e njerëzve ecin në të njëjtën rrugë që ju është treguar që në fëmijëri. Shkollë, diplom, ose mbase jo diplom, punë, paguaj faturat, prit fundjavën, prit 2 javët e pushimeve, ndoshta 1 muaj, prit pensionin, vdis dhe kaq. Askush nuk ju tregon atyre për një mundësi të re, askush nuk ju mëson se si të fitoni para ndryshe, askush nuk ju shpjegon se si të dilni jashtë këtij sistemi, sepse shumica e njerëzve as për veten e tyre nuk e dinë. Jetojnë në të njëjtin rreth, me po të njëjtit njerëz, me po të njëjtin mentalitet ku prej vite u është ushqyer. Puno fort, po mos ndërro shumë. Puno gjithë jetën, puno nga 3 punë, po mos rreziko shumë. Jo, mos e bëj atë se është mashtrim ajo. Jo, mos e bëj se e boni filane edhe si doli gjë. Pastaj kur përflitet në po të njëjtin rreth, me po të njëjtit njerëz për dikë i cili realisht ka arritur diçka, vjen shpreha tipike, sidomos e neve shqiptarëve, e po ai kishte fat. Po çfarë ndodh me ty që je brenda këtij rrethi, po këta njerëz, me kalimin e viteve vjen një moment ku kupton se ke jetuar gjithë jetën tënde për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve. Dhe di cila është e vërteta? Dhe e vërteta në fakt është se mundësitë ekzistojnë për të gjithë ne. Mundësitë ekzistojnë, por shumica prej njerëzve nuk i kërkojnë sepse janë shumë të zënë duke bërë po të njëjta gjëra që bëjnë gjithë tjerët. Kanë mbyllur syt, kanë mbyllur veshët dhe kur vjen një mundësi, ose nuk e shohin, ose nuk e kuptojnë, ose kanë frikë. Di pse po e bëj unë këtë video, sepse nuk dua që ti jesh pjesë e 80%-shit cili nuk bën asgjë. Nuk dua të jesh pjesë e personave që një ditë thon, po sigur ta kisha provuar dhe unë, po sigur ta kisha bërë dhe unë atëre para 5 viteve, para 2 muajsh, para 1 viti, para 10 vitesh. Jam këtu për të treguar ty se mundësitë ekzistojnë, por ti duhet hapësh syt dhe të dalësh jashtë rrethit, mbushur me njerëz të cilët nuk bëjnë asgjë, dhe kur ju del një mundësi përpara, as nuk e shohin dhe as nuk e dëgjojnë, dhe as nuk bëjnë përpjekjen që ta kuptojnë. Në fund ditës ajo që ti zgjedh të dëgjosh, ajo që ti zgjedh të ndjekësh, formon jetën tënde. Mos prit që mundësia të trokas 3 herë në jetën tënde. Kjo është mundësia jote. Shpesh mundësia troket vetëm 1 herë. A do jesh gati apo do thuash sërish jo?